Horoskopi ditor e shtunë 19 prill 2025. Dashi. Ditë harmonike do t'jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të kaloni çaste të lumtura dhe kënaqësitë do të jenë të paimagjinueshme. Beqarët duhet i marrin gjërat me qetësi, sepse në të kundër do të përballen me zhgënjime të mëdha. Për sektorin e financave duhet të këshilloheni me disa miq të këtij sektori. Ata do t'ju japin këshillat e duhura që situata të përmirësohet. Demi. Nëse jeni në një lidhje, keni për të kaluar plot çaste të këndshme sot. Nuk do të konfliktoheni për asgjë me partnerin. Beqarët do të ndërmarrin shumë rreziqe, vetëm për të ndryshuar statusin e tyre, dhe sërish nuk kanë për t'ia dalë dot. Ndonjëherë durimi është shumë i domosdoshëm. Në planin financiar do të reflektoni disa herë përpara se të hidhni hapa, dhe gjendja do të mbetet e mirë. Binjakët. Do t'jeni shumë sensual gjatë kësaj dite ju të dashuruarit dhe do të kaloni çaste më të ngrohta me partnerin. Në çdo moment keni për të jetuar emocione pozitive. Beqarët duhet të reflektojnë disa herë përpara se të hedhin hapa, sepse do të bëhet fjalë për të ardhmen e tyre. Me shpenzimet duhet të jeni më vigjilent, sepse në këtë mënyrë do të mbroni veten nga problemet. Gaforia. Sot do t'ju duket sikur keni rilindur ju të dashuruarve dhe do t'i mendoni gjërat shumë ndryshe. Optimizmi dhe kënaqësia do të mbizotrojnë në çdo moment. Beqarët do të jenë me fat në dashuri. Yjet do të krijojnë kushtet e duhura për të filluar një lidhje të bukur. Në planin financiar të gjithë planetët do të bëhen bashkë dhe do t'ju ndihmojnë të stabilizoni situatën. Luani. Ditë shumë e mirë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të jeni gati dhe për të marrë vendime të mëdha që do të ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Beqarët duhet të tregohen të arsyeshëm, sepse në të kundërt mund të gabojnë rënd. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të shpenzoni pa menduar për të ardhmen. Virgjëresha. Do t'i qëndroni gjatë gjithkohës besnik partnerit tuaj sot dhe kjo do të përmirësojë marrëdhënien tuaj mes jush. Ai do të jetë krenar që ju ka në krah. Beqarët nuk do t'i kenë mendimet shumë të qarta dhe nuk do të dinë çfarë hapash të hedhin. Në planin financiar duhet jeni shumë të matur dhe shpenzimet duhet i kryeni me llogari. Vetëm në këtë mënyrë mund t'ia dilni mban. Peshorja. Do të argëtoheni pafund me partnerin tuaj sot dhe as që do t'ju shkojë ndërmend të shihni dikë tjetër. Marrëdhënia mes jush do të jetë gjatë gjithë kohës së fortë. Beqarët do të mërziten tej mase vetëm dhe do të bëjnë gjëra të gabuara që do të ndryshojnë statusin. Në planin financiar nuk duhet absolutisht të ndërmerrni rreziqe, vetëm për ta përmirësuar gjendjen. Keni pak durim dhe gjithçka do të rregullohet vetë. Akrepi. Ditë e shkëlqyer do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Emocionet që do të përjetoni do të jenë shumë të veçanta nga sa kanë qenë më parë. Beqarët nuk duhet të besojnë të gjitha premtimeve që do të bëhen, pasi mund të përballen me zhgënjime dhe mund të vuajnë. Në planin financiar për fat të mirë do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës ekuilibri. Shigjetari. Ditë mjaft e qetë dhe pa asnjë problem ka për të qenë kjo e sotmja. Mos hidhni asnjë hap të nxituar sepse do të pendoheni rënd. Beqarët do të kenë një takim të papritur, por që do t'ua mbush zemrën me gëzim. Do i shohin gjërat shumë herë më ndryshe. Në planin financiar duhet të bëni më shumë ekonomi, sepse më vonë do të keni më shumë nevojë për para. Britsjapi. Ditë shumë e vështirë ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të ndiheni as pak mirë pranë atij që dashuroni. Debatet do të lindin edhe pa arsye madhore. Beqarët do të kenë disa takime, por asnjë nga personat nuk do t'ua mbush mendjen për të hedhur hapa të rinj. Në planin financiar do të gjeni zgjidhje për të gjitha problemet dhe do të jeni të qetë kur të shpenzoni. Ujori.
Do të jeni shumë nervoz sot ju të dashuruarit dhe mund të debatoni për gjithçka me atë që keni në krah. Më e mira do të jetë të qëndroni disi larg njëri tjetrit sot, për të shmangur problemet më të mëdha. Beqarët do të kenë një ditë të ekuilibruar dhe do të kenë disa njohje interesante. Në planin financiar do të keni më shumë fat nga sa keni imagjinuar, prandaj që mund të bëni edhe investime. Peshqit. Ditë shumë e fat ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Në asnjë moment nuk do të ndiheni keq. Pas mesdite mund të keni dhe surpriza fantastike. Beqarët nuk do të ndihen as pak keq me statusin që kanë dhe nuk do të kërkojnë me ngulm të dalin në përtakime. Financat do të vazhdojnë të kenë probleme të vogla. Nëse nuk ja dilni dot vetë, kërkoni më parë ndihmën nga të afërmit.